Kanë kaluar vetëm 2 ditë pas nisjes së spektaklit të madh të Big Brother VIP Kosova edicioni 4, te ku vetë se ka filluar me u komentu goxha shumë nga publiku. Diçka që po lexoj shumë në komente është se publikut banorët nuk po i duken edhe shumë interesant, pra nuk është që po mundem me u përshtatë se është shumë herët, edhe nuk po kanë shpresë se mundet me u pëlqy kjo sezon e 4, por unë mendoj që në fillim në çdo edicion ka pas kësi lloj komente edhe pas disa dite, pas jave, pas një muaji, vetë se janë familiarizu pra publiku me banorët që kanë hy. Po, diçka tjetër që më ka rënë sy është se në çdo postim të Bigut ende ka komente për një banor. Ka komente për fituesin e Big Brother VIP Albania për gjestin, ku rrugtimin e tij e nisi në Big të Kosovës. Pra, publiku ende nuk po don me pranu që jo vetë gjesti, po krejt kasti i Bigut të edicionit të tretë, po edhe të dytit nuk janë më në show, sepse aq shumë i kanë pëlqyer edhe aq shumë kanë hyrë kështu në memorit e tyre, sa që nuk po dojnë pranu këta banorët e rinj. Vlen me cek patjetër që gjesti vetë se ka lanë shumë gjurmë gjatë rrugtimit të tij në Big Brother, pasi veç me fillim kështu të Bigut, ai ka bo shumë lojra, i ka pas kështu çdo fazë që ka kalu edhe unë mendoj që ndoshta jo vetëm këtë sezon, po edhe në edicionin tjetër, edhe në Shqipëni sa që fillon, gjesti ka me u përmend edhe nuk duhet mu çudi që përmendet.